Thënie të mençura nga Friedrich Nietzsche. Nietzsche ishte filozof, eseist, poet, kompozitor dhe filolog gjerman me famë botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij. Shkruaj me gjak dhe do të kuptosh se gjaku është shpirt. Besoj se nuk kemi lindur vetëm për të qenë të lumtur, por edhe për të bërë detyrën tonë dhe lumë ne nëse dim se cila është detyra jonë. Kur djalli ndëron lëkurë, nuk ndëron ndoshta një herësh dhe emër. Ose të jetoj sipas dëshirës sime, ose të mos jetoj as pak, ja çfarë dua. Nga një pshërëtim, nga një qast, nga një raje që pallash, nga gjëra të vogla përbëhet lumturia. Çdo kush e mendon veten aq të fortë sa për të ngushtuar një njeri të dëshpëruar. Ai që nuk di të gënjej, nuk di se ç'është e vërteta. Secila dashuri e madhe nuk do vetëm dashuri, do më shumë. Njeriu është diçka që duhet ka përsyer. Të pirrit e të ngënenit mirë nuk është as pak art i kotë.